Në GKK mbahet sot seanca paraprake ndaj kryebashkiakut të shkarkuar të Tiranës Erion Veliaj dhe personave të tjerë të përfshirë në dosjen e SPAK. Kjo seancë do të përcaktojë nëse çështja ndaj Veliajt do të kalojë për gjykim ose jo. Në seancë pritet të shqyrtohen akuzat penale që rëndojnë ndaj Veliajt, i cili prej 10 shkurtit ndodhet në masën e sigurisë arrest me burg. Më 2 tetor, gjykata e lartë rrëzoi rekursin e Erion Veliajt, i cili kërkon zëvendësimin e masës së sigurimit personal arrest me burg me një masë më të butë. Veliaj u arrestua më 10 shkurt pasi akuzohet se së bashku me bashkëshorten Ajola Xoxa ndërtuan një skem komplekse e korrupsioni dhe pastrimi i parash për të përfituar në mënyrë të palikshme nga fondet e bashkisë së kryeqytetit dhe rishfete nga biznesmen, kontraktor të saj, duke përdorur një rrjet kompanish dhe organizatash jo fitimprurse. Sipas SPAK, kryebashkiaku Veliaj dhe bashkëshortja e tij kanë përfituar rreth 1 milion euro nga kjo skem korruptive, para që janë përdorur kryesisht për blerje luksoze në internet nga Ajola Xoxa. Ndaj Veliajt më 11 shtator nisi procesi i shkarkimit nga posti i kryebashkiakut, ndërsa kryeministri Edi Rama u kujdes posaçërisht që procesi të mbyllej me shpejtësi dhe Tirana të shkonte në zgjedhje të parakohshme. Brenda 2 javësh u ezauruan të gjithë procedurat e shkarkimit, ndërsa presidentit Bajram Begaj ju propozua vakanca në Bashkinë e Tiranës në mënyrë që të caktonte një datë për mbajtjen e zgjedhjeve. Në anën tjetër, Veliaj ka kundërshtuar procedurat me një ankim në gjykatën kushtetuese, e cila pritet të shprehet më 31 tetor, nëse shkarkimi i kryebashkiakut është ose jo kushtetues dhe i ligjshëm.